Jemi këtu në bardhosht të Prishtinës, në periferi të kryeqytetit, ku vëm gurthemelin e një qerdhe të ri për fëmijë, e cila do të jetë për 120 fëmijë. Do të kushtoj gjithsej parafërsisht 1.168.000 euro. Do të jetë P+1, pra me 2 etazhe, dhe do të ketë një sipërfaqe të gjithë mbarshme prej parafërsisht 1.552 metra katror. Punimet do të kryhen për 36 muaj apo për 3 vjetë, me punëtorët dhe mbikëqyrësin e operatorit ekonomik. U morëm vesh që më pak se 36 muaj është e mirë se ardhur, më shumë se 36 muaj nuk bën kurrëqysh. Është lajm i mirë për prindrit dhe fëmijët, për shkak se studimet shumëta shkencore, pra pedagogjike, psikologjike, tregojnë që edukimin e fëmijërinë e hershme është shumë çka, për të mos thënë gjithçka, për ngritjen intelektuale, emocionale dhe për karrierën profesionale të qytetarëve të ardhshëm nga fëmijët e tanishëm. Jemi të përkushtuar për arsim, për shkak se dinjiteti i njerëzve, harmonia në shoqëri, shëndeti në familje varen aq shumë prej edukimit dhe prej arsimimit. Edukimi i hershëm nuk është diçka për çfarë duhet ta ketë barrën vetëm familja, por këtë barrë duhet ta ndajë me shtetin, e shteti duke zvogëluar barrën edhe kontribon në cilësinë e edukimit. I gjithë investimi, pra 1.168.000 euro, është investim i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ky gurthemel është gurthemeli 71 i qerdheve që i kemi bërë në këtë mandatin ton mbi 4 vjeçar tashmë. Për 18 vjet, nga viti 2003 deri në vitin 2021, qeveritë para neve i kanë bërë vetëm 4 qerdhe gjithsej. Për 18 vjet vetëm 4 qerdhe. Për 4 vjet 71 qerdhe. Prej këtu do të shkojmë edhe në 2 vende tjera, qerdhen e 72 edhe qerdhen e 73. 71 qerdhe, kostoja gjithë mbarshme është rreth 40 milion euro. Këtu bëjmë pjesë qerdhet e përfunduara, qerdhet në proces dhe qerdhet në prokurim. Pra po e ritheksoj, për 18 vjet, 2003-2021 veç 4 qerdhe kanë ndërtuar qeveritë e Kosovës pas luftës. Për 4 vjet, qerdhja numër 71 sot në bardhosht të kryeqytetit e gëzofshit gjithë. Zoti Kurti, pa janë shkaluar rëndësinë që e ka këndroja? Do të flas ministri. Atëherë kënaqësit jemi sot këtu në Bardhosht, në këtë fshat që ka numër të madh të banorëve dhe ku është e nevojshme ndërtimi i një qerdhe së re. Jam e lumtur që janë tejkaluar të gjitha sfidat, është këtu lokacioni edhe tashmë brenda 36 muajve, siç e përmendi edhe kryeministri, do të finalizohet kjo qerdhe, ndërkohë që prej këtu do të shohim se si kanë shku punimet në qerdhen e Vranjevës, ku kemi vendosur gurthemelin bashkë me kryeministrin, me kryetarin para dikun më shumë se 2 viteve. Dhe do të shohim se si po shkojnë punimet edhe në shkollën e re që jemi duke ndërtuar në Prishtinë, me një investim mbi 3 milion euro. Vazhdojmë të mbetemi të përkushtuar që të krijojmë kushte më të mira, më cilësore për fëmijët tanë në qerdhe, në kopshte, në shkolla, ashtu sikurse edhe në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, në mënyrë që për fëmijët tanë të ofrohet në mënyra mundshme.